Do të doja të thoja mirë se erdhët në Uejsha Mapuna, sepse kemi bërë kërkime që why not kinesçe i thonë Uejsha Mapuna. Kështu që po për fiksim, mirë se erdhët në Uejsha Mapuna! Zemrat e mia, kam ca ditë që më vjen se si më vjen të flas vetëm spanjisht. Kam gjithë të ditë që vërdalosem edhe turfulloj. S'kam faj. Turfulloj tërka, non puedo más. Escúchame. Dhe ndërkohë është edhe një shprehje famshme spanjolle që le të themi që produksioni ma ka thonë 700 herë, por unë gjithmonë kam bërë hajër në shkollë duke kopjuar. Shprehja e famshme që unë si përfundim, mbas shumë tentativave, do e lexoj. Hoy piensa al tuo futuro porque la vida es cortes. Es muy importante mirar para adelante. Ha? Spanjisht pra spanjisht, kemi filluar flasim spanjisht edhe në fakt do doja që ta bëja hapjen spanjisht, po duke qenë se unë me spanjisht ndi vetëm non puedo más, ndihem shumë kinesçe në spanjisht, prandaj thash hajt më po them Uejsha Mapuna. Domethënë dhe unë i kam bërë detyrat e shtëpisë, mos kujtoni se si kam bërë. Gjithsesi, gjithë kjo frymë spanjolli që ka kapluar Shqipërinë në Republikën tonë është për faj të njërit, të një Maluma Baby, që erdhi dhe të çmendi të gjitha gratë shqiptare, të gjitha vajzat shqiptare. Ore i çmendi aq shumë sa që fluturuan edhe sytjenat në ajër. Ha? E pashat. E be? E pam të gjithë në fakt. Kishë ndodhe në një. Po, shiko, jo, di si është puna. Qa mos i shifja dështë na hynë në shtëpi. Ja ku kemi një foto në LED wall të Malumës me sytjenat në dorë. Kjo është një foto kortezi e Gent Onuzit, fotografit famshëm. E falenderojmë Gentin që ka kapur fiks momentin e dur në foto. Dhe kjo ka ndodhur në koncertin që u bën në Shesh javën e kaluar, që ishte për ditën e verës, që u bën një zhurmë e madhe. Dhe jo, e di si është puna, që nuk është vetmja sytjen që i është hedhur Malumës. Kishin marrë këtë qomët me shumit. Ashtu? Sa i po... Ore, ka kjo banda i vjen vërdalla asaj lojës. I vjen vërdalla, po si bëra një lojë sot juve, mos më thonë që në Rozalati. Mos i thonë që në Becja më gëgjesh mish benzinë që 3 shva. Shike, ka përgatit që në shpi kjo për shumë. Në duaj përkitje ju lutem, sepse kur këndon Maluma, të gjitha gocat i heqin vetë. Me sa duket, të shofim dhe në foto të tilla. Si i mërzitur duket kënë. I mërzitur këtu, a? Vete te ajo para, mos... Jo, po mbase, si sot edhe publiku në këto momente, mbase janë mërzitur se që ka numër i vogël. Por, përveç këtyre sytjenave, kemi dhe një video, pritë, publiku imi dashur, do ja bëj qefin, sepse kemi një video të Malumës, duke qenë se është kjo muhabeti sytjenave. Ja ku e kemi dhe Malunën që jeni një gjashta! Oh my god! Ja dhe numri gjashta! Maluma i ka gati sytjenat për t'i mbajtur në duar dhe për t'u lëshuar si me parashut. Kështu që, o Gledi, po si thonë mor, Gledi, si thonë kësaj pune, se ngellën duke folë spanjisht njerëzit vërdalë. Por e të merë, po të sot që në mëgjes, zbres poshtë pi kafen, lagjes si për herë, edhe e njofa të gocën që shërben. Vjen ajo, ola papi. Ashtu, nuk thot më, si ja kalove. Merë fari, tash, un espresso caliente, por favor. U sqarum, do me thonë. Po, normal. Maluma bëri shumë buj me ardhjen e tij, po e di kur është e forta që në gjithë njerëzit që kishin shkuar në koncertin e Maluma Baby, veç një Rozalati nuk ishte shku. Kështu që
Për të gjitha pyetjet në inbox të Instagramit që Roza Lati vetëm ti nuk e postuar për Malumën, po si të shkoja, qatë shkoja aty të turma të zhytesh aku në dëgjoja nga tualeti shtëpisë time Malumën. Kështu që jam cool, jam okay. Mu më erdhi Maluma në lagje, se kisha problem. Me qëra fjala, se muhabetin nxjerr muhabetin, erdhi Maluma në lagje, doja taftoja për kafe, po pastaj mora vesh i kishte 1.000 euro me taku. Ore, a kuptoni apo jo, 1.000 euro që thjesht ta takoje, normalisht për të bërë dhe një foto, një video me të. Dhe në fakt kishte nxjerr një video me ca goca shqiptare, dhe ato goca kanë paguar nga 1.000 euro për kokë për të takuar Malumën. Qa bëhet, a? Me vërtetë? Po, është e vërtet. Po tyre. Sa lek duhet paguajnë me takuar? Avash, prit. Kur të vim në fazën që femrat të heqin sytjenat për ne, atëherë do fillojmë do kërkojmë nga 1.000 euro. Dhe në fakt do doja shumë të dija se çfarë keni bërë dhe çfarë keni bërë në eksperiencën tuaj, banda e Why Not. Kështu që, është momenti tani, ua xhaxha të lutem, më sill një karrige sepse do pozicionohem afër bandës dhe kësaj radhe, pse jo, për kënaqësinë tonë, do lozim me bandën e Why Not lojën e kam bërë se kam bërë kur. Të bëjmë lojën e famshme, e kam bërë se kam bërë kur me bandën, duam të japim një urim këtu në Why Not. Pranvera erdhi dhe në fytyrat tona rëshkiti një gëzim. Duam të urojmë që të gjithë për ditën e verës, për verën që po vjen, for the summer, edhe kujtimet e bukura që na presin të gjithve. Do ju përshëndesim me bandën e Why Not me një këngë speciale. For summertime and northern Michigan, splashing through the same bow, talking about the campfire is the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, my man, I never will forget when the moonlight shine upon her hair. We were trying different things, we were smoking funny things, making love about the lips our favorite song. Sipping whiskey out of bottle, not thinking about tomorrow. Singing sweet on Alabama all summer long. Singing sweet on Alabama all summer long. Singing sweet on Alabama all summer long. Oh my God! Ma rëngjetët mishin, ma bët mishin kokra. Puçkuriza. Pa. E po më djema, lëshojni ato vegla dhe kapni tabela. Fillojmë direkte me lojën e famshme e kam bërë se kam bërë kur. Dijet mbajnë rockstarët që bëjnë jetë të çmendur të shkalluar tërbuar, kështu që ju si rockstars që jeni secili nga ju, kam përshtypjen keni plot për të thënë. Okej. Atëre, me radhë do përgjigjeni të gjithë, pyetja është e njëjtë për të gjithë. Faleminderit shumë. Banda, jam rëzuar në skenë, jam vrarë qamet, po kam bërë sikur s'jam vrarë. Okej, Gledi ka ndodhë. Ja. Okej. Kam shpëtu. Me sa duket, vetëm Rubi dhe Gledi. Më të regoni rast? Dhe jo vetëm një herë. Unë ka not 2 herë për vete. 2 herë? Po. Po ti rri dhe i ullur, o burë? Po herë më ka ndodhë në këmbi, herë ullur. Një herë ka qenë shumë herët, ka qenë viti 98, dëgjoshin akoma zërat e ëmbël të kallashit në sfond. Okej, po. Aty ka qëllu që i kisha podin shumë të vogël, ja si që jam këtu tash dhe të bik shumë, lash nom farë. Ngellëm vetëm shkopat kjo. Po ke reaguar si kur s'ka Era tjetër pastaj ka qenë në pushim të setit, kur po mbaronim, bile kam me çunat kam qenë, po zbrisja shkallët e stage-it edhe ika kështu.
Nja 3 me byç. Pam. O, zoti madhe, kujt i ndodhin këtë? Ati që ka sensin e humorit më shumë ka gjithë. Nuk e di se sa ditë në vazhdim mund të kesh bërë shaka me veten tënde. Po, ku t'len këta jer, po miru, po çam kanë bo këta. Okej, po edhe Rubi ti pas ka ndodhur, he Rubi? Po, unë nuk kam rënë, ma më ka rënë të fikët. Do me thënë, të ta shpjegoj, sa nisa këngën e parë, si isha mira ditë, e muer komplet pamja, bëra 2 hapa mbrapa, zi, një 2-3 sekonda, e mblodha vetëm vazhdova këngë. Nuk është se rash në tokë fare. Të ratë fikët. Me ratë të fikët në këmpë, e mblodha vetëm direkt, do me thënë. E shikon që rockstarët kanë histori të çuditshme? Ja. 2 hapa, mora një frim, pastaj knock, i noni e zdora. Sa javë, bo. Klevi dhe Dorit, jo. Kena shpëtu, vëllaj? Nuk e di e Se keni gjatë skenë, po jashtë skene. Me zi pres të dëgjoj jashtë skene. Okej, jashtë skene. Unë për vete jam rëzuar në grop, që kishte hapur lalieri gropat për mbjellur pemë trotuar. Po merri një tabel. Po, edhe unë që e kam bërë, u rëzova dhe qesha njerë mirë atje mrena në grop, se ishte shumë për qeshur mes trotuarit, mes qytetit, mes ditës, mes makinave, mes rrugës. Qesha një ha me të madhe me vetën time dhe nuk qesha do të na qeshurat. U qova lartë, tu qeshe, tu pastru baltën. U vura në siklet ka situata dhe nga i qeshura me shpirë, vazhdova me qeshur nga sikleti dhe isa vajta te këpucari, dyqanin gjitë e i thasho gjagjek. Ma në gjitë pak të takën. Kisha një këpucar aty në gjitë. Gjithsesi, kalojmë tek pyetja tjetër për bandën e Why Not. Kam pirë gotën e alkoolit të kolegëve sepse imja kishte mbaruar. Non puedo más. Kam gjithë ditën sot e dje, ditë të vazhdim. To dojnë tempo. Pyetja tjetër. A keni qenë në plazhe nudiste dhe keni notuar lakuriq? Jo, plazhe nudiste jo, po lakuriq kemi notu normalisht. Po. Po ku në që plazh keni notuar lakuriq? Unë po gradec për vetë. Prandaj nuk të lejohet të shkosh po gradec. Qa karallon fare. Zoti më, zot. Nuk e kam bërë kur në një vend publik. Do me thënë si ta marim të A nuk keni bërë seks? Po pra, e kuptoj, po do me Në thënë... një vend publik keni bërë apo jo? Po. Po, pra. Ku ti thonë vënd publik? Kujt i thon vend publik? Kudo përveç se shtëpisë. Jo në makinë, makina s'quhet. E janë makinë. Jo, Në malë. Për jashta. Po, ma? Unë kujtoja se kishim kledisin këtu të Po se në makinë, besoj janë shumë trallë njerëzit që... Se bëjnë. Më ka qëlluar të jem haj në alkohol ose në çaj në koncerte që kam luajtur. Kalojmë direkte të pyetja tjetër, s'ka nevojë fare kjo për më shumë. Kam shkruar mesazhe seksi me fjalë të nxehta, ndërkohë që kam qenë duke i rënë veglave në koncert. Në koncert! Në koncert! Në kam bërë? Ke parasysh kur nuk e kemi menjen këtu në emision? E kemi menjen në emision. Jo, e ke parasysh kur Klevi, nuk kemi e ndonjë kemi koment nga ana juaj, Klevi? Thash pra, e ke parasysh kur nuk e kemi mendjen dhe ashtë në emision? Se këtu të Why Not Jo, të çosh dirty messages. Po shofi. O zota, krepat. Ja është akrep, mos i të mersh. Jo, s'jam akrep. Që sot e tu. Gledi, kur t'ka ndodhur jetë? Mos më thyke që këtu në Why Not. Jo, nuk ka shumë, po desha të thoja këtë që duke qenë se ne gjatë këtyre 20 ca viteve, po themi, eksperiencë, na ka ndodhur të kemi shumë koncerte dhe nuk është se e kemi ndonjë kështu wow të modë. Kështu që mund të çojmë dhe ndonjë mesazh, ndonjë pik, ndonjë gjë.
arsye çon atë pikë, nuk e kuptoj. Zhvishesh duke lësë me Mua më favorizoi instrumenti. Ama është. E ka bërë gati që në shpive. E Klevi, s'është keq. Ku ta çoj unë këtu për shembull? O lot, o perëndi, o zot na ruaj, o zot na ruaj. Okej. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Më ka qelluar ndonjëherë të bëj një super mesazh të gabuar dikujt që s'duhet ja kisha bërë. Do me thënë që keni quar gabimisht, një super mesazh të gabuar. Okej? Kushit saj. Pas kanë eksperienca secili. Vetëm se si mban me. Edhe si mban me, aj shumë e ka ndodhur. Nga që nuk i mban mend. Okej, nuk po ju pyes, veç ka qenë e sikletshme apo jo? Ka qenë, unë shpëtova se arrita me I bo delete, po që ai momenti derisa I kam bo delete ka qenë sikur më ra në i vufer si. Ky është humor muzikantësh. Vufer është ai boks I madh I basit që nuk le me thon as Gjejmë rastin, falenderojmë atë që shpiku atë variantin unsend. Unsend, bravo, një duar tokitje. Shumë faleminderit. Na kanë nderuar të gjithëve. Më ka qelluar të zgjohem në mëngjes në një tjetër vend, pa e kuptuar se si përfundova dhe me kë isha aty. Okej. Vetëm bledi, vetëm bateristi. Kënjen, se s'ka mundësi do më. Jo pa e kuptuar, se kemi shkundit, po jo pa e kuptuar. Jo pa e kuptuar, më jo, po do me thënë shkon aty, fikesh edhe nisesh nesër mjes. Kuja, a jeni fikme në I vend Ajo po thot që ti e zgjume I vend që s'mamen që janë këto, kush janë këto njerëzit, si njoh fas po, në after party. Unë jam zgjuar në shtëpi gjithmonë. Korrekt. Shtëpi kujt? Ka si duhet kap dhe fakti që unë me Klevin jemi akoma beqarë, për shumë. Po, duhet kapur edhe kjo pjesa. Pse Rubi nuk je beqar? Dorën e di që është djalë. Rubi ka dhe nuk jam beqar. Alarmet shumë bukur. Ka ndodhur para kemi vite, u bën goxha vite. Po mirë, mo dashnia të shnosh, do thoja unë, po për rastin të. Nuk shëndoshëm. Kam për të shëndoshëm. Atëre, kalojmë tek tjetra. Dhe pyetja e fundit është, nuk kam gënjur fare në këtë test. Jo, prit një sekund, nuk kam gënjur. Mos I vej shumë faja. Për gallatët bona kështu. Për shaka. Një duar trokitje, ju lutem, për bandën e Why Not. Ua, që shë këto duar trokitje? Banda Why Not! Yeah! Për të patur sa më shumë informacion, do me thënë, personalisht, kur ky sezon I Why Not-it filloj me një bandë muzikore, me artistat mirëfill që kanë vite eksperiencë të tyre me muzikën, më kanë shkruar në inbox të Instagramit, Facebookut, Snapchat, të gjitha rrjetet sociale, më kanë shkruar artistat të tjerë dhe njerëz muzikant që I njohin personalisht djemt të bandës duke thënë, "Ua Ros, ta dish kë ke marrë, ça çunash ke marrë." Por këtë gjë nuk e di gjithë publiku. Ne falenderojmë shumë fillimisht ata që na komplimentojnë. Patjetër. Keni një suport të papar, sidomos në rrjetet e mia sociale, edhe ju duan shumë, sidomos Gledin e simpatizojnë shumë edhe thonë, sa I madh, po gjithmonë bateristat shu janë. Në të kam përshtypjen është edhe instrumenti o vlla që të bëni çik kështu, të fort batuta. Është çik mashkullor si instrument, me thonë drejtën, po që jo se nuk I shkon femrës, po që është pak mashkullor, me thonë drejtën. Edhe saksofoni është mashkullor, po më të mirë në atë muzika më të bukur ka luti femër. Po, ajo I frynte mirë shumë. Bravo! Do doja të dija, nëse mundet se cili nga ju të tregoj sa vite keni me karrierën muzikore. Do mundemi, a ke ko ti në një gjosh? Shpejt, sepse do vi I ftuari special. Okej.
Ti bim shpejt. Për mua personalisht është kemi qenë kur erdhën grupi mirënjohur që në vitet 50 Deep Purple, që erdhën në Tiranë dhanë të koncertin Pallatin Kongreseve, kam pas nderin që të hap për ta, pra të ishim support band i tyre. Me Gent Bush Pepën, kemi pas grupin Sunrise në atë kohë, me Kolkecin, me Besin. Në çfarë vite është bëhet fjalë? Në 2007 kanë ardhur ata mos gaboj. Okej. Dhe këtë ruj, do më dhe më takun dhe mrapa skene, pa tjetër që po, me Deep Purple, me gjithë burrat, se s'janë mas quna të shi. Po që ka qenë me vërtej një koncert që t'lete shumë bresa, t'hapësh për Deep Purple s'është gjë e vogël. Pikërisht, kështu që ta marrë vesh të gjithë, se çfarë muzikantësh ka banda e Why Not. Thank you. Ta bëjmë me radhë, marrim Rubin. Po. Unë kam një 15 vjetë që merrem me këtë punë, me thënë. 15 vjetë që këndon muzika live. Muzik live, kitarë sigurisht. Kitarën gjithashtu. Po kështu me Why Not-in si ndjesh? Super. Super. S'ka më mirë. Dori. Qatë të Dori, bala ju plakëm kështu, s'kem. Mund t'kem një 25 vjeta më shumë, që tani që po kujtoj, kur fillum live-et e para, merrnim nga 25.000 lek në natë. 30.000 lek ishtë maksimum. 30.000 lek ditë shtunë. E mama në këflerësi? Majme. Unë e kam nisur me 15. Shumë vite të më thënë. 15.000 Po fillimi viteve 2000 do me thënë ato. Fillimi viteve 2000. Sa filloj ai live-i. Muzikantë që në 2000-shin. Sa filloj live-i me hy. Do më thënë mund ta veçoj, është me 3 muskutierët para 2-3 vjetësh. Toni, Redi, Sandri. Tek Pallati Kongreseve ka dalë një super koncert gjigant. Ka dalë. Edhe majme nga koncert se u bë e madhe. Klas. U bë e madhe, e vërtet. Faleminderit shumë Dorë që je pjesë e Why Not. Gjithashtu la. Klevi. Unë jam i vogli. I vogli, miri. Ti jemi vogli, po ti je më dreqi. Ja, mas djedit, po. Po e kemi kërgjat talentuma. Mund t'jeti vogël, po që. Unë e kam nisë pianon që 3 vjeç praktikisht. Tamam. Edhe du të gjej rastin të falenderoj personin që më mësoi, ka qenë kolegi i Timati, se Imat ka qenë muzikant, gjithashtu. Dhe ai sot nuk jeton më personi që mu më mësoi pianon, dhe u bë shtys që unë të ndisha këtë profesion. Unë kam përshtypjen Edhe se dua të gjej rastin ta falenderoj, nëse ai më dëgjon nga lart, domethënë dua t'i bëj një përshëndetje shumë të madhe, gjithashtu familjes time si që janë gjithë këto gjëra. Pastaj karrierën nëpër live si çunat. Unë normalisht që kam shumë pak eksperiencë se ta, se jam edhe më i vogël në mosh, kam diku te 13 vjetë për momentin, besoj 12-13, kur kam qenë te 15 vjetë që kam filluar, edhe ndoshta mund veçoj koncertin më të madh që pata mundësinë dhe shancin të isha drejtues në një farë mënyrë në atë koncert, drejtues muzikor i Pop Art Festival. I Arilenës? Po. Gjithë rastin dhe ti falenderoj ata gjithashtu për mundësinë që më kanë dhënë që unë tregoj aftësitë e mia. Dhe shoh përpara për të na ofruar në ardhmen. E pra miq, kjo ishte banda e Why Not. Këta janë djemt, artistat, muzikantët që ne kemi përzgjedhur për të patur në bandën tonë. Është hera e parë që unë të drejtoj një format të tillë, që të ketë të tillë përgjegjësie dhe normalisht do zgjidhja më të mirët. Kështu që faleminderit shumë, We love you. Për kënaqësi, me që ishte hapësira dedikuar për bandën e Why Not, mundeni të na përshëndesni me ndonjë këngë? Patjetër, vetëm ato që s'na mungojnë. Lëshojni tabelat, kapni ato veglat. Dhe unë personalisht do pozicionohem tek koltuku im dhe do dëgjoj një këngë tuajën. Çfarë këngë do këndoni? Çfarë këngë do kapni? Duke pasur parasysh që je kaq energjike dhe kaq dinamike, o zot. Mos më thuaj që do kapësh atë që kam fiksim unë. Që ka qenë kënga e parë që unë futa në puntat në parë. Ua, sa shpejt po flas. E kam me emocion. Jo, nuk është ajo. Nuk është ajo? Jo. Me çfarë do më surprizoni? Është një bukur. Po nga i bendës. Okej. Në rregull. Banda, let's go. Let's do it.
power low. TNT, watch me explode. Pas publicitetit, është momenti i të ftuarit special. Kam një të ftuar që jo vetëm unë e dua shumë, po e duan shumë të gjithë. Ai është artist shumë i famshëm, ka shumë vite. Atë vërtet e duan të gjithë për zërin e tij të veçantë, po mbi të gjitha sepse është i kompletuar, sepse tekstet i bën vetë, është kantautor, është këngëtar, ai dhe repon gjithashtu dhe është shumë i veçantë, është i pazëvendësueshëm në llojin e tij. Për herë të parë, kam kënaqësi të ftoj në studion e Why Not, Mike! Krejti fala, e kura mundu la qeje me melon. Krejti fala, e një pot me pas beson të kisha bo. Krejti fala, e kura mundu la qeje me melon. Krejti fala, e një pot me pas beson të kisha bo. Sa keni ulërit për Majkun, s'keni ulërit kaj shumë as për mu kur bëra hapjen e misionit për këtë sezon. Po që pas keni qënë, more që pas keni qënë, të duan me vërtet shumë, zemër, të duan shumë. Po edhe unë të duan shumë o jetë. Këngët e tua i dëgjojmë çdo ditë dhe kur nxjerr këngët e reja prap i dëgjojmë çdo ditë. Se që ke një të mirë ti, si artist, Mike, që çdo këngë që bën, vërtet kthehet hit. Nuk e dija ka të bëj për bashkëpunëtorët që ke, apo prej teje, po këngët e tua janë vërtet hite, kështu që për këtë gjë ke një bravo dhe një ura shumë të madhe nga studia Why Not. Si po të duke, s'po të pëlqen? Ku e misione? Jo. Nice? Shumë bukur. Mirë. Në fakt, ne kemi mbledhur si staf këtu më të çmendurit, jemi të gjithë më të tërbuarit, më të shkalluarit, kur i thonë shprehjes, edhe prandaj bëjmë dhe punë të bukura, se asnjëri nga ne s'është normal. Ja shif mua të parën këtu. Mike, ti ke shumë fansa, sepse unë kam postuar foton tënde në Instagram, e kam bërë publike, që shumë shpejt do e kemi Mike të ftuar në radio televizionin Ora, në studion e Why Not, dhe se ke iden se sa më kanë shkruajtur dhe një inbox, se Roza do vi Mike, Roza do vi Mike. Për shumë, këta publiku që janë këtu për herë të parë nuk i kemi paguajt ne, kanë ardhur me qef vetë. Okej. Dhe duke ditur se sa fansat të çmendur ke, po ti për fansat, ke bërë ndonjë gjë të veçantë? Këndoj për ta. Këndoj për ta. Jo. Atëherë, respekt për gjithë ata që ma dëgjojnë muzikën, pishuj fansa. I vlerësoj shumë, sidomos ata që prej fillimit karierës, deri më tani kështu më kam përcjell hap pas hapi, më rrin afër për gjithçka. Normalisht se përveç këngëve, kam bo për ta dhe e ndjej kështu me bo gjëra që... Ke shkuar për shembull në festa private që mund të kemë ftuar në ditëlindje, tu ke shkuar surprizë? Po, kam shku në për festa private, kam shku kështu. Po, kam shku dhe në për shtëpia private kështu të fansa që e adhurojnë muzikën time. Edhe përveç fotove do me thonë koncert që nuk hiki asaj pjesës asnjëherë në koncerte, edhe nëse jam shumë i lodhur edhe pas koncertet do me thonë spritoj edhe gjysmore t'i kaloj kështu me fansa, të bëj foto. Bravo! është gjithmonë knaqësi t'je shoh për fansa. Do të pyes unë kot për muhabet, ç'është një horoskopi e? Shigjetar. Shigjetar, zemër që ke shenjë zjarri. Që ke fiks për? Ndryshe, shigjetar njën si shenja ndër më të sinqerta, nëse jo më sinqerta, është e vërtet shoqja ime ngushtë të shigjetar. Ajo fut vetën te lashe, aq e sinqertë. Po, nga njerët e projnë me sinqeritet. Në te lashe, po, në përfundim ajo del e nderuar, sepse ka thonë të vërtetën. Po pra. Kështu që kam përshtypjen dhe ti e kështu, Mike. Po, kështu që do ta vlerësoni sinqeritetin sonte.
Mike, të pyes për shembull, qa mund të ketë qenë ndonjë gjë ekstreme që kanë bërë fansat për ty? E di pse të pyes për këtë gjë, sepse përpara se të vije ti, i bëra një test bandës dhe i pyeta, i thash, keni lënë ndonjë autograf ke cica fansave, i thash, në për koncerte, edhe tha njëri nga këta, unë s'kam lënë autograf, po njëra ka bërë tatuazh emrin tim, tha. Heu, thash unë. Po për ty, çfarë mund të kenë bërë fanset për shembull? Po, ma kujtoj kjo se nështë asë më kishëron me, ma kujtove me këtë pjesën që tha, ka bërë tatu emrin. Më kanë qu foto fansa që kanë bërë komplet tatu pjesë tekstit këngës. Që e ke shkruajtur vetë ti për më tepër? Po, si gjithmonë. That's nice. Ka qenë diçka kështu që komet pa fjalë, pa koment, thjesht wow. Okej. Ka frymzu për të bërë dhe më shumë? Po, normalisht. Pa tjetër. Kjo ka qenë njëra. Një ndër gjërat interesante. Neve për të ftuarit që kemi gjithmonë azhërnohemi me të reja të fundit dhe normalisht do të dish të reja të fundit të një artisti futu në Instagram. Shifja foto që ka hedh. Kështu që kemi kapur një 2 foto, në fakt një foto dhe një video të nden që ke hedhur. Kalojmë njerë tek fotoja që na ka pëlqyer shumë. Komplimente njerë për djalin e bukur që ketë. Ka beku zoti, jo me fat. Kjo është një foto shumë e bukur. Edhe kishe shkruajtur dhe titulli këtu, mos gaboj, që e kështu pritë 2022-shi. Po më duket, po mënyra më e mirë për ta prit 2022-shin. Mendoj se me atë description kam thonë gjithçka mjaftueshëm. Fëmijët janë krijesa më e dashur në botë. Fëmijët janë krijesa më e mirë që na lumturojnë gjithmonë, edhe është gjithmonë kënaqësi me kalu kohë me fëmijë. Kështu që aha më mirë se me fillu. Ha. Kështu. Dhe gjithashtu është një video e jotja që ke hedhur nga një copës e këngës tënde me Dafinën, që më qëra fjalla qoj shumë të fala nga ne, se ne e duam shumë Dafinën gjithashtu, e presim kur tjetë në Tiranë, e presim në Why Not edhe Dafinën. Të lutem, ma jep një pak telefonin tim, ke publikuar në Instagram një video tënden, Mike. Kjo është një super pjesë e jotja. Mosëm vetë pse më ka hup mu besimi, mosëm vetë pse jo më ka riftot si ndimër, sa her ma kanë gull mu thikën mas shpinës, e në publik e kam lujt viktimën. Këto tekste ti ke marrë mundimin t'i shkruash në title të postimit edhe ke hedhë. Nuk të pyes është teksti jotë, sepse këtë gjë e di, do doja të pyesja pse ke veçuar më njanë këtë gjë, çfarë ka dhimbt? Po e gjithë kënga ka të bëj me atë që sa vështirë është mi besu dikuj, edhe besoj që me ato vargje mund t'a gjej vetën se cili, se besoj që çdo njeri në jetë paktën e ka përjetu një farforme tradhtinë dhe pas tradhtisë është ndje ashtu. Po them, kur them tradhti nuk po foli vetëm për lidhje dashurie. Tradhti mund është me përjetu në shoqëri nga një shok i ngushtë, nga një mik që e ke pas të njëjtën, të ka zgënjur diçka ose ku ta di gjëra tjera, po i kom veçu ato se thjesht më ka pëlqyer dhe prej gjithë tekstit tem, kështu më ka pëlqyer dhe mua ajo pjesë. Edhe e kanë gjetë vetën shumë njerëz. Dukesh kështu pak tipi ftohtë, pak tipi përmbajtur në... Po sin tekst. Sin tekst, eksakt. E ke thonë shumë mirë, e vërtet. Por brenda kam përshtypjen, si dhe shigjetare që je njeri që merr zjarr. Po, duhet kohë me nxjerr zjarrin, nuk jam ashtu... E ke masterizu këtë pjesë, duke e përmbajt vetën. Se di, nuk vyn pak kohë ta njoh dikën që të më njeh ai mënyrën më të mirë se duhet, se e kam kështu pak vështirë. Jam pak e distancuar me rrjetet sociale edhe me kështu. Po, në fakt shumë pak postime kishe. Ma shumë pëlqen qetësia se zhurma, kështu. Neve meriton mjekiqin, ne kemi mik të studios tonë dhe mik të familjes,
Dhe ti nuk para del shpesh në për intervista. Mike, një ndër intervistat, e pakta që ke është ku ke qenë tani tek Meritoni. Po kam dalë, ka lumen edhe për intervista, po që një kohë gjatë kështu i kam ndërprej, kështu se thash nuk më bëjnë shumë për shtypje. Nuk ka interesu. Faleminderit shumë që erdhe te Why Not. Ndërkohë, tek pjesa e intervistës tënde me Meritonin, ne nuk duam të të pyesim për intervistën, se sa kemi nxjerr më njanë disa vargje nga repimi që bëre. Kur ke repu të Meriton Mjekiqi, na ke rikujtu se sa i mirë je në repim. Ja, kam rikujtu edhe vetës. Për më tepër. Ke thonë disa vargje aty që neve kemi qesh, sepse kemi thënë, ka shumë të drejtë. Kështu që do donim të dinim, po këtë për çaj ke thënë, për shembull. Se më the mua jo se jam aq i vjetër. Se na bëret vjetër. Ndërkohë, në vargun tënd ke thënë e bëj këtë shit kur keni bë shit në Pampers. Po nuk kam thënë. Po, se di, rapi është, me rap e kom fillu karierën, është dashnia e parë muzikë, zhandri që me to e kom fillu gjithçka, edhe më flanë më shumë me repu, se sa me këndu. Edhe, po nuk është se është, thash, në hip-hop është ka shumë keq kuptime, edhe është pak banal, edhe me kohën këto gjëra nuk s'është se si preferojmë, i kom lënë pak anash. Këtë repimin e ke fjallën? Po, e kom lënë pak anash repin se preferoj ma shumë me bo muzikë që dëgjohet në çdo vend. Muzikë që nuk nje mosh, nuk nje gjini, thjesht është për gjithë. Kam qef majkun me ngu në radio, kam qef majkun me ngu në klub, kam qef majkun me ngu kudo. Pranin e fëmijëve, pranin e prindve, pranin e të rive, gjithë. Pra ndaj pak e kom ikë repit, edhe kom fillu me bo muzikë kështu ma të këndu. Do më thonë, këto vitet e fundit është të vërtet që këndimin e kom pas ma shumë, e kom shprej ma shumë, edhe repi është një pjesë e fillimit të karierës teme mirë, edhe te Meritoni kom shku se thjesht më kishte marrë malli me bo një reptur, ose dy pjesa të repturës, me shku, me fol pak ma gjënsisht rreth hip-hopit, me bo dy reptura, thjesht hip-hop, edhe Mike, e ke thy, jo, se duke u tregu shumë modest, po e ke thy vërtet edhe ke repu shumë shpejt, like Busta Rhymes, kemi qenë me stafin e Why Not, edhe kur po e shifnim ishim like, wow, s'mund ta besoj, thashëm, wait a second, Mike repon, Misha repon, se kemi mësuar duke, na është vrar veshë më shumë duke dëgjuar të këndosh. Misha repon, po ke repu shumë shpejt, kështu që unë nuk e di zemër, nuk duhet ta lësh të flej gjumë kjo lloj aftësie që ke. Se jo, sa shpejt repoje, bravo, komplimentet e mia. Faleminderit shumë. Dërsa për rimat aty që thuan teksti popit e dim gjithë është thjesht i popja ka atë natyrë. Po, është muzika e protestës, ti e më i mirë son, kështu është. Në fakt, për kënaqësinë tonë do doja që ta ndiqnim pak Why Not një moment nga repimi i Mike kur ka qenë i ftuar tek Meriton Mjekiqi. Unë bëj pare, ata bojnë Instagram vesh poza. Unë bëjmë biznes partnera, ata bojnë vesh dosta. Zinxhirin qafshë miron me hi nuj me top fundosna. Po thojnë kanë dheza, mos me marrin men se me m'kap skleroza. E kom një puro dhesht, e kom një kurvën kërë jakën likur dhesht. Ajo nu dhe desht, jo më fresh, ma dhe pak ham në best. Ham e para kesh edhe mes ma tesh. Prit dish pak, se m'rak nuk ka kap një pesh. Edhe keni kujdes, mes të mshtini me një thes. Me kare pira dop që menojnë që ndes. Kom po menojnë që në tu impress. Jeni shumë fals, mal, kinez. Jeni shumë tir, McDonald's, I guess. Ju hiki pikare shumë shpejt rapid test. E bëjnë këtë shit kur keni bo shit Pampers. Gjej manere per mat mirë më ka pres. Kom e dek të pritu në guess. Pra Mike, ke thonë tek vargjet e tua dok një shtrenjt në Instagram, por jeni në borxh në fajde. Heu bre, ke marrë vesh edhe ti që
kam bërë mbjellje flokësh me klering, apo me... Qa kam bërë? Kam dëgju për do artista që kam bërë dhe mbjellje flokësh, shu kanë marrë Jo, se di, thash të them, jo. Nuk është, tash është varet se si e merë ti, apo kupton, ti ty të pas ka shku mendja ati, unë asë që e komendu ata, kupton. Është interesant se njeriu sanin e njëjtë e shef gjithmonë ndrysh, a kupton. Është mënyra se si e merë ti, si e marrën, si e marrën gjithë, si e shohin nga këndvështrimet e tyre. Prandaj thash është vetëm është hip-hop, pa e mendu aq fell, pa e mendu dikën kështu në veçanti, është thjesht hip-hop edhe është natyre hip-hopit ashtu me bu vargje. Nuk është në i gjë, po se di, se më pas ka shku menja me menua të që the. Ora, unë kër e dëgjova, thash, e di unë për kë e ka, thash unë. Jo. E shikon që bërë mi që bërë këtë deklaratën që se ke pas farë mas një? Jo, se kam pas për askënd, bile ka vargje që i kam pas shumë më të shkruaj të rakë, kështu kam marrë pas taj edhe... I ke marrë sopës zakte këtej dhe i ke bërë? Po, e kam bërë bashkë një tekst shumë komplet, se kishin med kështu nga pjesa i popit aty. I kishin të plurat? Po, thash hajti marrë, po i them këto, kështu që nuk ka asgjë për askën këtu, nuk kam personale me askën për deri sa s'ja përmeni dikuj të emrin, për deri sa s'ja thëm dikuj emrin. Absolutisht. Jo, këtë pjesën që je jashtë skandaleve dhe nuk e marrës me di se e dim. Jo, thjesht njerëzit, a e din që më pengon të njerëzit më shumë të se po e humbin atë momentin, po mendoj, unë e kam bëhat freestyle, kam shkrua tekst dhe thjesht do të me vlerësu gjithë artin që është aty brenda, se dhe me shkru rimat edhe mënyra interpretimit edhe mënyra që shlidhen edhe mënyra e muzikës kej komplet është artin veti. Do me thonë po e humbin me shiju atë art të fokusu kujt i ka hedhë des. është gabim. Ose është tjetra kur e bëj një këngë dashnije, këngë dashnije. Edhe ato prap e humbin momentin më të mirë, me shiju këngën, me kërcy, me ato vargje, me atë ritëm, koncentrohen cilës gocë ja ka shkrujt. Po s'ja kam shkrujt as kujt, mëna. Thjesht e kam bo me shiju ju, me shiju publika. Kështu që, kështu është këshill për publikën, mos e humbisni kohën kot, me detajet vogla, me negativitet, që s'qan askun, po shijone, thjesht shijone ato që artistët ju sjellin. Kërceni me ato, ndjeni, shpesher mund ndjeni me ato tekste që i tha mund të ndjeni vetën ashtu edhe, ku ta di, thjesht shijone momentin. Mua më ka pëlqyer një varg tjetër joti, që ke thënë që 15 vjetë në këtë rap hala fly, hala të bo lek më shumë se bicat në Dubai. Ke fol bukur edhe këtu. Edhe këtu ke fol bukur. Ja, e pëlqeu dhe publiku. True story! True story! Ke qenë Dubai këto kohët e fundit? Jo, s'kam qenë as do shkoj. Pse nuk do shkosh? Se më vjen keq se është aq i bukur i ndërtuar, po flas si strukturë, si është aq i bukur, po ma kanë bërë bajata shumë sa që bëmi sinqert gjithë, kur përmendë Dubai ku shkon mendja. A kupton? Mu për vetëm shkon mendja. Edhe për ata kështu kisha ndonjë gjë për ma kanë heqë kështu një dëshirë, s'du fare të shkoj atje, a kupton? Se me njerë, sa përmendë Dubai i bukur, edhe të shkon mendja atje fatkesish, po s'di, po them që s'do të shkoj kur, nështë do të shkoj në herë për qef. Do njerë për qef, kismet. Do shkosh kur të mos jetë mainstream. Me sa po kuptoj unë, ty nuk të pëlqenjë gjërat mainstream. Nuk më pëlqenjë gjërat mainstream. Për shambull, jam kështu, nëse gjithë bota shkon andej, unë s'du të shkoj andej, veç pëse janë gjithë bota andej. Nëse gjithë bota bëj një model flokësh, unë nuk e bëj një model flokësh. Nëse gjithë bota veshin të njëjtin stil, unë nuk e vesh njëjtin stil. Nëse gjithë bota lexojnë Kodi Da Vinci-t, unë e kam aty në shtëpi librin Kodi Da Vinci dhe nuk e prek me dorë. Ka ndodhë kështu në shumë gjëra. Kështu jam e dhohë. Ka ndodhë në shumë gjëra. Për shambull, se kam shiku për shambull Game of Thrones, se kam shiku, ku ta di, Casa de Papel, gjitha këto si kam shiku asë. Nështë ta janë shumë të mira, po nuk po i shikoj vetëm pse i kanë shiku gjithë. E vërtet, e vërtet. Thjesht jam këtë që jam, jo pëse unë jam dikush i tash, po kështu jam, se di, vjen natyrshëm kjo.
Ja dhe banda. Së është gjë e keqe kjo. Me thonë drejtën. Mike, ndërkohë zemra ime kam edhe një pyetje të fundit që e ke bërë në vargjet e tua që ke thënë ku ke qenë i ftuar të meritoni, edhe këtu më intereson të çik me të pyet. Tu shëtit krejt botën, tu i kap të tëra racat, ke thënë tek vargjet e tua. Ne kishim, si why not, kishim reakt të dinim. Cila racë e femrave mendon ti se është on top? E dim që je në rrethana familjare tani që mbase nuk jep dot deklarata të tilla, po flasin në kohën tënde kur ke shëtitur me koncerte dhe me kështu siç ke thënë veta kupton. Se di. Cila racë mendon se është on top? Nuk kisha me bo... Nuk kisha me bo dallime. Mi ndo me raca e mi fut kështu në gara e kështu se... Thjesht, femra është gjënia e bukur. Respekt për gjitha femrat kudo që janë në botë. Për gjitha, do me thonë, pa dallim race, pa dallim fe, pa dallim asgjë, respekt për gjitha nanat, gjitha motrat, gjitha gocat, kudo që janë anën banë, janë... E shef që bën mirë që del edhe një intervistë, na jep mundësinë të gjithëve të njohim se çfarë shpirti të mirë ke. Faleminderit. Kështu që ke bërë shumë mirë që ke ardhur në intervistë. Përveç se na ke nderuar neve që na ke ardhur në emision, po edhe për veten tënde ke bërë shumë mirë. Po për zotin, I feel emotional. I feel emotional. U emocionova. Dhe unë s'po flas më, s'po e pyes më Majkun, se Majku që ka një shpirt njeriu, unë nuk do të pyes më pyetjet e mia. Unë tash po kap telefonin edhe po lexoj ndonjë pyetje nga fansat e tu, që kemi shkruar në Instagram. Kam postuar foton tënde para pak kohësh dhe thash hello guys, kush ka ndonjë pyetje për Mike, fansat e Majkut, lieni koment se doja lexoj komentin në studio. Atëre, thot Edit Broken, thot, si ka nisur konflikti midis Don Gjonit dhe Majkut? Konflikte? A keni patur ndonjëherë konflikt? Se unë s'di që keni patur konflikt. Jo, për gjithë ata që mendojnë që kam konflikt me dikën, du mi u tregu sot që nuk kam konflikt me asnjërin, nga artistët, apo nga raperët, apo se shoh kështu shpesh, thash njerëzit një sen njëjtë e marrin e shohin ndryshe nga këndvështrimet e tyre, po e vërtet është se nuk kam asgjë me askën nga raperët, këngëtarët apo artistët e estradës. Përkundër i kam raportet mirë me të gjithë, edhe nuk është se kam jo me to, po me asnjërin. Okej. Kemi një koment nga Your Abby që thot, pyete kush moderatore shqiptare të pëlqen më shumë? Moderatore shqiptare? Po. Pa dyshim që je njëra prej më të mira moderatore shqiptare, se për ndryshe s'kisha ardha sot këtu. E gjove ma, faleminderit. Se u na rëshkitën këto fustani, jo? Na rëshkiti fustani. Okej, jemi? Ua, se si ma dha një si këshu. Mu këtu. Faleminderit, Mike. Tani kemi një pyetje tjetër nga fansat e tu që kanë shkruar. A isha martu me Roza Latin? A isha martu? Ha. A isha martu? Pyetja se më bëjt që si e vështirë këtu. Se di. Jo, nuk shkova dhe të Roza Lati hesh, vishë ndalova, a ishe martu. A ti ndalova, thjesht po mendoj, spare. Spare po mendoj, a isha martu. Kjo ishte përgjigja e dur, realisht. Reis Kastrati kishte lënë këtë koment. Okej. Thot dikush, zgjidh midis dy repereve, Tajna apo Melinda, kush është më e mira, si pas teje? Tajna apo Melinda? Dyat janë nice. Dyat të bojnë punën e tyne besoj mirë, se
kanë shumë fansa dhe kur ke fansa pa dyshim që ti je të bo mirë, ata që je të e bo, edhe s'po di, nuk s'kisha mujt me veçu me thonë njëra apo tjetra, mu dyjat janë okej, dyjat janë shumë nice. S'mundesh me inda, po janë vërtet super talente gocat, është e vërtet. Është e vërtet. Ermal Jako thot një fjalë motivuese për repistat që kanë dëshirë t'i hynë industrisë muzikore. Në i këshill për çunat e rinj që duan me i hy. Atëherë, rëndësi ka atë gjë që donë me fillu me hy, mas pari ta duash, me dash dhe me thonë. Po. Me dash shumë. Kjo ka rëndësi, Gjitha. pastaj kur e dënë shumë atë, nuk ka rëndësi çfarë vështirësi gjatë rrugtimit do dalin për para, nëse e dënë shumë, mund është me mujtë gjitha, besoj. Kështu që... Qëndron. Tjetër, thot kë vis poshtë je. Pyete pak Mike, a mendon se një ditë nuk do je shok me Ghetto Gizin dhe cila mendon se do jetë arsyeja që ju mos të jeni më shok? Please, Roza, lexoje këtë mesazhin, të lutem. Ja, ku e lexuam. Jo. Jo, shkurt, jo. Ledio Gaga thot, pyete pak, a ke ikte komshia na i herë dhe t'ka qu plaka me marë pak farkosi? Kështë dhije të bëzë bërë plaka vetë këtë qunin. Shko të komshia me farkosi. Ka qu për komshia s'farë. Ose kanë orë me kërku vetë. Jo. Mendoj se u morë përgjigja. Ina Gjini thot, a je i dashuruar? Kjo goca për qapriska. Po. Po. Në shumë gjëra. Jam i dashurum me jetën, jam i dashurum me vetën, jam i dashurum me njerëzit që më rrethojnë edhe më shpërndojnë pozitivitet edhe më japin dashni, u kthej me të njëjtën mënyrë. Thjesht dashuria është gjithçka. Vetë jeta është dashuria, kupton? Mirë. Jo. Tjetër hall ka ajo. Okay. Tjetër hall. Okay. Jo. Po? Po, se ndihmojmë dot. Thash jam shumë i dashurum. Në çdo gjë jam i dashurum. Duket, e reflekton në shikim. Duket, zemër, duket. Edhe është gjë më e mirë. Tash mos më bë me turp, se po kam shumë turp. Lene! Atëre, fanpage 6666 thot, sa ka qenë shuma që ke harxuar brenda një dite? Kam përshtypje për shumën më të madhe të lekëve që mund të kesh harxuar brenda një dite. Se di. Nuk e kam mendu se nuk shpenzoj këtë. Muj me harxhu, po kur harxoj, do me thonë, nuk e bëj kur pa një arsye këtë, se thjesht, do me thonë, mund të ketë qenë diçka për punë, është ta, për klip, për gjërat punës, se kështu për qef nuk është që harxoj shumë, nuk më bojnë thash për shtypje shumë gjëra, e sidomos këto medalje me bo kështu gjëra këtë, medalje në klab, me hapë shumë shisha. Okej. Shumë komente, në fakt, janë për të ditur njerëzit, a është e vërtet që e shkëputur nga Baba Stars me Ghettoarin, po në fakt këtë gjë, ti e ke thënë tek emisioni Merito Mjekiqi, kështu që dhe ne nuk është se duam të kalojmë në përsëritje, për të rithën nga e para që je shkëputur nga Baba Stars, tash e një artist individual. Jo, si jam shkëput, po thjesht Baba Stars si jam nuk ekziston. Okej. Thash, e kom cek edhe të meritoni që Baba Stars është histori, sepse jemi në 2022-ën edhe gjithçka ka evolu, edhe nuk është më koha e grupeve, na gjithë jemi, po flas me, sidomos me Getin, kemi raport shumë të ngushtë, kolegial, pastaj edhe shoqëror, edhe me të tjerët, jemi bashkë, do me thonë, shpesh herë,
shpesh apo rrallë, tash kur të bëhen mundësit, kur të na japet mundësia, sepse i kemi bërë dhe na do vjetë, kena obligimet tona, nuk e kemi kohën e botës kështu dalim e të bëjmë qef. Po kur të na japet mundësia, jemi aty bashkë, jemi me njëri tjetrin, me shumicën prej tyre, edhe Baba Stars, si label thash nuk ekziston, jo që jam shkëput unë, aj apo aj apo. Okej. Është dhe pyetja e fundit që në fakt ky është gazetar, Klisman Byku. Okej. Është gazetar goxha i njohur. E përshëndesim Klismanin. Është një dreqë i vërtet. Nuk mund ta lija pa e lexuar komentin e Klismanit, që është komenti i fundit. Kush është pornostarja më e preferuar dhe ajo më pak e preferuar? Vazhdoj unë me refrenin tim non puedo más. Po mendoj se është shumë problem si ta zgjedhë shitën e verës, njësoj ka shumë konkurrentë. Qëndron. Respekt për gjitha pornostarkat që ka një punë të lodhshme jashtëzakonisht. Unë personalisht do thoja Mia Khalifa deri diku, po këto kohë jo, mu së më pëlqen, thash, ajo është shumë mainstream. Mainstream, ja, okej. Jemi fansat e Snoop Doggu, dhe Snoop Doggu është fancy Brothers, so ne jemi me Snoopi. Këto ishin pyetjet e fansave, komentet nga Instagram. Thank you very much. Thank you. Mike, shiko, pyetje mas pyetje, unë t'i bëra pyetjet e mia, të bëra dhe pyetjet e fansave, tani ka ngel të fundit, si qërshia mbi tort, pyetjet provokuese. Tani do të bëj pyetjet e Kledisit, Speci Djegs i Wajnotit, si që themi dhe ndryshe, Kledisi i Nyti, ose ndryshe, Spec Bomb. Let's go! Spec bomb, you're a spec bomb. You can give it to me when I need to come along. Spec bomb, you're a spec bomb. Baby, you're a spec bomb. Yeah, I like it, baby. Okay. Si e Mike? Mirë. A i përgatit për pak ngacmim, provokim? Im. O shoku im, nuk e vazhdo më fjalin. Okej, le të vazhdojmë direkt me pyetjen e parë atëherë. Mike, më mirë kokën nga ana e majt apo gistat e bashkuara në mjalt? Si, kokën nga ana e majt? Po. Apo? Më mirë kokën nga ana e majt apo gistat e bashkuara në mjalt? Non puedo más. Non puedo más. Se di. Si që ke këto pyetje, më burë nuk e marrë vesh. Kokën nga ana e majt apo gishtat? Bashkuara në mjalt. Okej. Okej, kalim të pyetja tjetër. Mike, a i thu d***pit hajt kur kalin e ke shajt, apo përton me palu se s'ke nerva me e cu? A i thon hajt kur kalin e kom shajt? Po, apo përton me palu se s'ke nerva me e cu? A i qohet vetë, desha me thonë, sigur bosh qatë dusht. U përgjes për mu. Atëherë, kalim të pyetja tjetër. Mike, nëse karvani marshon dhe kali calon, po ti Mike, rënkon kur femra lart të qëndron? Kjo ishte pyetje e re, këtë se ka bo më përpara. Edhe po i rimon kështu. Edhe janë kreativiteti ti. Bravo. S'po bosh repest. Se jo. Keni ndonjë deklarat tuaj për këtë pyetje? Hajtë dhe njerë. Mike, nëse karvani marshon dhe kali calon, po ti, a rënkon kur femra lart të qëndron? Majat mikrofonin para se më vdiqe. Me ndi thash vetëm.
Përgjigje në grup, qëndrohen dhe thashë. Bajt. Jemi sonde bashkë me grupin. Dhe një pyetje të fundit, Mike. A të rëndon ora kur duhet të përdorësh gishtat që ka dorë? A të rëndon ora kur duhet përdorësh gishtat që ka dora? Është ka morë fara. Okej. Është fleksibel. Mirë, këtë që të pyetjet e mia. Kishim Ledisi! Spence bomb, you're a spence bomb. You can give it to me when I need to come along. Spence bomb, you're a spence bomb. Baby, you're a spence bomb. Woo! Si shte speci djekës, po wasabi. Ai është wasabi i why not edhe jo shiko, është i përmbajtur se shumë gjëra ja heqim ne. Përshëndesim Kledisin, një duar trokitje për Kledisin. Dhe me që të dogjëm i qik, kemi dëshirë të t'japim disa ëmbëlsira çokolata nga Mon Amour. Janë me mbushje brënda. E jotja është zemra ime, po. E jotja është, po do ta marrë dhe unë. Se I love them. Unë do marrë këto. Është me mbushje brënda dhe janë shumë të mira. I kemi marrë kastile, se dim neve që i vemi qik siklet të ftuarit me pyetjet provokuese, dhe pasaj themi, prit jo ëmbëlsojmë një qik të marrëm edhe me të mira u jetë. Po duhet një sugar rush. Duhet, pa tjetër. Dhe tani jemi fix për të shijuar pak të ëmbëlsirën, për të pirë pak dhe për të dëgjuar një këngë nga banda muzikore për të përshëndetur ty, Mike. Okej, banda. Let's go! I got my mindset on you. 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 Gonna take your money and hold on, spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time and hold on, spending time. It's gonna take patience and time. Ooh, to do it right. I got my mindset on you. 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 Yeah. Mike, së fundmi kemi patur Malumën në Tiranë me koncertin që u bë e madhe, u hodhën sytjena i vari tek stativi mikrofonit e... Në fakt, ne do donim të kapnim bashk koncertet e tua, që të themi atë që është për të thënë, më shumë njerëz i mbledh akoma. Kemi disa video të shkëputura, për shembull, koncertet e Mike në rastin konkret, e meriton të quaj Maluma i Shqipërisë, sepse i mbledh njerëzit më shumë se vetë Maluma, zemër. Një duar trokitje për Mike-u, dhe fansat e tij. Është bërë e madhe vërtet, a mund të nga tregosh qa emocionin ndjen kur ta këndon gjithë turma këngën, tekstet e tuja? Që si ma dha dhe mua, nisik shumë këtu. Qa bëhet? Kam përshqypje dhe Majku vetë ku i shion këto video. Flashback. është ndjenja më e mirë, është njëna për pjesë më të mira në muzikë. Kur ti shkon në studio e fillon punën nga zero me bo një këngë dhe pastaj realizon gjithçka, tekstin, vin melodike, këngën, klipin, lansohet, publikohet kënga, do me thonë, edhe e shes suksesin në koncert, e shes që gjitha jo punë
ja ka vlejt edhe tu ka shpërbly me një publik kaq të mirë dhe zdi është njëna për pjesë më të mira që shej shumë. Ke patur ndonjë moment incidenti për shembull gjatë koncertit? Po. Ha? Na trego diçka, shifë qa bëhet ndërkohë, kemi video, foto. Po. Turmat. Po, është shumë normale se jemi njerëz gjallë, punojmë, gabojmë. Për shembull, po të parë se të vije ti, po tregonte banda eksperiencat e këqija që kishin kur kanë qenë për live. Vokalisti që shikon ti aty i kishin rënë të fikët duke këndu. Tregoj, sa fillove me këndu? Mu ta po i tregoj do, ka ndodhur në shumë koncerte, kështu sa po ka ndodhur, kam kap mikrofonin, edhe 10 sekonda për të futur në skenë, më ka kap nevoja e madhe. Ku e gjete tani? Ka ndodhur. Mikrofoni fikur, nuk e dja u dëgjuat deklarata. Jo, s'ka bateri. Pse sa tha? Më ka ndodhur në çdo live. Po pra. Në çdo live. Ose më ka ndodhur më rëzu, po jam ngrit kështu shpejt si matë. Direkte. Po vrejt, mu duk shtë si pjesë e shot. Okej. Tip sportivi, Mike, tip sportivi. Po. E kemi përballu me sukses. Se kam qenë. E po tani, mbas koncerteve, është fiks momenti të futemi pak të lojrat e Why Not. I dashur Mike, deri këtu ishim me pjesën e intervistës. Qa ne donim të dinim e morëm si informacion. Në këtë intervist kuptuam që ti ke vërtet një shpirt shumë të mirë. Tani, nga tani e mbrapa, në këtë pjesë të emisionit, ne do kuptojmë se sa sportiv je, sa i çmendur je, sa crazy je, sepse Why Not-i është bencija më gëj 6 benzine që të tërheq zvarr, siç e kemi thënë gjithmonë. Kështu që, ja nisim me lojën e telefonit. Jemi të loja e telefonit që Majku të futet në temë, do jesh ti i pari që do ma lezosh situatën mua që unë duhet përshtatem, sikur po mbije telefonit. Okej. Atëherë. Të thërët në telefon Maluma është akoma në Shqipëri. Pse s'me erdhe në koncert? Ishte nama ditë. Okej. Alo? Pa? Maluma? Maluma, baby! Oh, non puedo más! Pa, si. I qik shqip me përkthyse, okej, mëse serda. O Maluma, shiko, ti këndove të sheshi Nën Tereza, po, e mas Akademisë Arteve kam shpinun. Për zotin, kam qenë në banjo, ta kam një gjutë gjdo kongë. Edhe që na ke përshëndet gjitha firmat shqiptare që janë shumë bukra, ta kam një gjutë. Serda do të aty se kishtë shumë njerëz. Po nga banja, nga dritara banjës po të hapja të dëgjoja fix fare si me qenë aty të turma. Për zotin, ke pëlqyer shumë. Faleminderit. Ciao, Maluma. Unë fillova me mendu që jetë të folë seriozisht me të, u koncentrova me dëgju që apo i dhu. Kjo është ideja. Just for fun. Qenë këve aktore? Goca aktores jam. Mike, të merë në telefon e dashura partnerja, të thot, Mike, kanë ngerdhe 20 minutat e fundit dhe do përmbytet bota. Qa do bëjmë? Po. Qa? Mira, do ikim hotel direkt. Qa do bësh për 20 minutat fundit me dashurën? Exakt. Unë kam fillu mi u shkru gjitha goca, a do takomi së do bëhet lufta e tretë botërore? Për zotin, imagjinon si kur të ishte fundi botës me vërtet. Dekje më të mirë nuk do kishte. Jepi. Tash, situata e dytë,
të merr një sponsor në telefon, por ti je me 2% bateri. Si do i përgjigjesh për të mbyllur kontratën sa më shpejt? O, zoti ma, se s'kam dhe bateri, o, burgelëm të kemi ratë telefonit. Më kam arru dhe karikusin, alo, alo. Oh, përshëndetje. Po, më falësh, se s'kam shumë bateri, po më thuaj. A vërtet? Po pa tjetër. Po si dushti? Qa dushti, ku dushti, si dushti, pa mërak, gjitha si dushti, si shpërblen fare. Po, pra ish lek. Po i bëjmë gjitha. Shiko se po duhet të vju telefonin, se jam me 2% bateri, duhet të tregoj që të gjitha moment fundi shusha. Mu të vju telefonin dhe të marrë grash pasaj, të lutëm shumë, faleminderit shumë, me pafshim! Por po vash edhe shpejt. Përsa do i tregojmë edhe Instagramin timin, Majkut, se kemi lënë për t'ja tregu. Okej, situata fundit. Mike, të merë në telefon Geto Gjizi, të thot ku je bre, ku ke hup krejt, apo vjen studio, kemi një këngë 3, jo veç për bjondet, po edhe për brundet këtë radhë. Okej. Qa e bëgji, ku je ti, qa ke bo? Ola qa? Po? Okej. Shumë mirë. Okej, dojmë aty. Qa të thëmë? Well, të themi që Majku, ku vjen puna për bashkëpunime, je tip sportiv. Je easy. Jam shumë fleksibil. That's good. Një duar trokitje të gjithë, pra zemra të mira. Kjo ishte loja e telefonit këtu në Why Not. Okej, jemi në maratonën e lojrave, kalojmë direkte tani, bëjmë gati për lojën e famshme, loja 5 sekonda. What's Gjaja? Ma bëj gati studion! Pra miqi, ja ku jemi në lojën 5 sekonda. Okej, a jemi gati ta nisim direkt? Atëherë, nisim me Roza. Roza, thuaj 3 gjëra që mund të tërheqim. Të tërheqim lekot, qenin, burrin. Nice! Mike, rëndit 3 gjëra që tunden. Që tunden? Bytha. Roza, thuaj 3 fruta seksi. Fruta seksi, pjeshk, rush, banane. Mike, thuaj 3 gjëra që ti zbras kuletën duke shpenzuar për to shpesh. Makina, roba edhe atlete. Okej! Që ke lojtari fort, zemër? Roza, rëndit 3 perime që janë shumë të njohura. Perimet njohura, kastraveci, speci, shalqini. Apo shalqiri. Shalqiri. Si? Leg fuck. Leg fuck. Atëherë, Mike, thuaj 3 shari që bën kur je me nerva. Familjen, Kate. Roza, 3 qytete që fillojnë me gërmën K. Me K, Kruj, Kin, jo, Kin asë qytet. Kruj, më falë më shumë. Më falë. E humba këtë pjesë. Mike, thuaj 3 fjalë të famshme që fillojnë me gërmën P. Me P? Fjalë famshme... Po pse nuk e the atë që të blokoj trurin? Se doja me thonë ato 3 herë. Okej, Roza, rëndit 3 kokteli që i bi shpesh kur shkon në klub. Vodka sour, vodka lemon, kapiroska. Nice. Mike, 3 komplimenti që i bën një vajzë të bukur. Je shumë e bukur, perfekt, se di. Mos harro Zilen. Roza, 3 lloje fjalësh që thua kur të humbet diçka.
Qofshin dhe këto me bip. Ku dreqin? Mos! Mike, thuaj 3 mënyra si mund të quhen ndryshe të pasmet e femrave. Bëth i feminin nga Prishtina edhe të pasme. Jemi tek pyetjet e fundit. Roza, 3 prerjet e flokëve që të pëlqejnë më shumë. Prerjet e flokëve. Flokët e shkurtra fare, flokët deri këtu si Kleopatra dhe flokët presje si Rihanna. Mike, thuaj 3 gjëra që mund të numërohen. 3 gjëra që mund të numërohen. Lekët, dashnorët edhe shokët. Okej. Kjo ishte dhe loja 5 sekonda këtu në Why Not me Roza Latin dhe Mike-un. Thank you! Dhe nga loja e famshme 5 sekonda e përballove shumë mirë zemër. Nice. Jemi afër mbylljes së Why Not. Kemi një surprizë për ty. Përpara se të filloj surpriza, do kisha dëshirë të të tregoja pak këngën time që kam bërë, që shumë shpejt do i bëj edhe një klip, me shumë gjasa do e lancoj këtë verë. Kushdo që ka ardhur artist që ka vesh muzikor, që është artist, ja kam vënë edhe kam marrë një opinion live para kamerave. Kam dëshirë të ta vë dhe ty këngën time, pak, vetëm një pjesë të refrenit, edhe të m'japësh një opinion, bën, s'bën, a i kam hy këti muhabeti okej, apo mos i hy o Roza Selena, më ke parasysh, feel free, ti jesh i gjetari, i sinqert, mund të flasësh lirshëm fare. Okej. Rezi! Comment, share, tag, veto, S, Instagram, Benzi, Zi, Domat, Hap, Paret, Ndor, Shkojna, Flak, 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 Shkojna, Flak, 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 Shkojna, intimon posto. Pas kere pu më shumë, apo? Aha, je. Nice. Ha, zemër? Nice, qatë sa ndëgjova, më pëlqej. Okej. Po për me dhonë diçka ma shumë, do na me ndëgju kejtë kongën. Po e di që s'mon është për shkak publike, se... E kam lënë surprizë. Po për atë sa dëgjova kjo, okej, nice. Okej, kur të mbarojmë emisionin, pa tjetër që do t'a vej për kënaqësi ta dëgjoj, se dua ta dëgjoj një opinion nga ty, sepse ti je artist i mirëfillt. Faleminderit, Mike, më vjen mirë që të pëlqeu. E kemi kështu si një emocion. Dhe me që po flisnim për emocionet, tani do futemi te zona NZ e Why Not-it. Kemi një surprizë për ty. Why Not-i është, si që kemi thënë gjithmonë, ata që të tërheqin zvarë, një emision provokus nga të smus, us. Normale, kush vjen në studion ton, e di që qa spret. Kështu që studioja jon ka lojra, ka surpriza. Është momenti të bëjmë surprizën për ty. A je gati, dashur? Gati. Why not? Why not? Uadzëgjaja! Apo Kledisi, kush ka dëshirën të lutem? Kledisi, bërë shumë i bukur sot zemra ime. Atere, regulli numër 1 i lojës. Ne duhet të të mbyllim syt. Më lejon, Mike? Okej. Dhe ndërkohë që mbyllim syt e artistit ton, Mike, banda, ju lutem, bëhemi gati me ndonjë muzikë në sfond nga ana juaj për të krijuar habitatin ton të lojës. Thank you so much. Emisionit, unë kam dëshirë, ne gjithmonë në mbyllim Why Not-i me një performance live nga i ftuari special. Kështu që për kënaqësinë e Why Not, publiku dhe gjithë atyre dashamirësve të tu që të ndjekin dhe Why Not-in. A mundesh të performosh diçka për ne? Ti thras gocat? Me gjithë qef, jo pa goca. Pa goca. Po unë tri?
Po, që po. Po de. Okej, bëhemi gati për performancën finale, një këngë live nga Mike në Why Not. Që nuk muj kur me ty Se pi momentit par që t'pashën e këmbi që mes neve ka dashti Nuk ka rëndësi qa ka më thonë për ty kur unë e kur shqeti e di qa një për mu Nuk i nevoj më thonë du Veço me qo syte tu O zemër veçam më dorën E më stani kur qa folin Me ty jom gati me shku në fond botës Nishme me mu dhe të krom ma gotën E ndaj me ty të mirën edhe keqen Diri në fond jetës E ndaj me ty të mirën edhe keqen Diri në fond jetës Ku sakrifis që e kom po Unë e di që jep le Kjo dashni që e kom për ty Jo me kur gjo Se krejti falen Edhe kur ju më nullet të jeme me lun Krejti falen Edhe një bot me pas me sëm të kisha dhon Krejti falen Edhe një bot me pas me sëm të kisha dhon Krejti falen Edhe një bot me pas me sëm të kisha dhon Fajnë dhe shumë gjëve. Kishim Mike në Why Not? Duhet ta mbyllim! Kaloshu sa më mirë gjithë. Vazhdo shihemi. Duket më mirë është kjo para kësaj, a? Shihemi këtu në tjetër. A ishte më mirë para kësaj apo kjo?